Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht Allahun xhalla wala falenderojmë për këtë mezhlis të bukur. E më pas salavatet më të mira dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit të pasë. Po ashtu vëllezër, shfrytëzoj rastin që falenderoj hoxhën, lutë Allahun xhallahu ala që Allahu t'i jep sukses dhe bereqet në aktivitetet dhe punët e tija, dhe t'ju falenderoj më pas juve për këtë prezencë, duke lutë Allahun xhallahu ala që Allahu na jep një mezhlis të ngjashëm me këtë mezhlis xhennetet e Allahu xhelle xhelalu. Këtë shpesh kur e themi, plot për njerëzve mendojnë si rutinë përpara se ta fillojmë ligjëratën dhe atë për cilën duhet të flasim. Por ama nëse marrim sunetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të gjejmë se disa prej lutjeve më të rëndësishme që i ka bërë pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam, i ka bën fillim të fjalimeve të tija. Kështu që lut Allahun xhelle ala që ashtu siç na ka bashkuar këtë mezhlis, na bashkon mezhliset e Firdausit me pejgambert e Allahut, me njerëzit e sinqert, me shahidat dhe me gjithë ata njerëzit të devotshëm. Amin. Më pas vëllezër, Allahu xhelle wa ala e ripërsërit këtë begati ndaj umetit të pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, e me fjalën begati kanë për qëllim muajin e Ramazanit. Vjen Ramazani si një stacion reflektimi, ku ne duhet ndalemi dhe të mendojmë dhe të meditojmë e të reflektojmë pse Allahu xhelle wa ala na pa zgjedhur neve nga gjithë popujt tjerë, që Allahu neve të na dërgon këtë pejgamber dhe që Allahu neve të na bën pasues të tij, e më pas Allahu neve të na bën prej atyre të cilët Allahu i ka begatuar me këtë Ramazan. Begati prej Allahut e cila na bën të mendojmë dhe të reflektojmë për gjendjen tonë. Prej nga erdha ku jam dhe ku jam të shku. Të mendojmë për raportin tonë me Allahun xhelle xhelaluhu. Unë i cili i bëj Allahut gjuna natë e ditë, unë i cili shkeli kufit e Allahut natë e ditë, unë i cili shpesh e harroj Allahun në raportet e mia me të tjerët dhe ndoshta na shkaloj urdhëresat dhe ndalesat e tija xhelle ala. Me gjithat, Allahu nuk na haron dhe na dërgon këtë begati vit për viti. Qëllimi është për të ndalë dhe për të reflektuar vëllezër. Se ku jemi të shkuar në këtë dynja dhe ç'është më e rëndësishme çka pas kësaj dynja. E unë sot duhet të ndalem të reflektojmë rreth një ajetin librin e Allahu xhelle ala, ajet i cili ka përmbledh në vete metodologjinë e formësimit të besimtarit si një njeri i vyshëm këtë dynja, e ç'është më e rëndësishme si një njeri i sigurt nga dënimi i Allahut në ahiret. Thot Allahu xhelle ala në surën e Al-Ankabut: Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi s-salah inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ajet madhështor që ka përmbledh 3 gjëra, të cilat ndikojnë në formësimin ton si besimtar të cilët i don Allahu. Ajet i cili ka përmbledh në vete pikën e revolucionit individual, përmes së cilit njeriu ndryshon veten dhe më pas fillon që të ndryshon dhe të ndikon tek të tjerët. Allahu urdhnon të dërguarin e tij dhe i thot alayhi salatu wassalam: Utlu ma uhiya ilayk. Recito o Muhammed atë që të është shpallur ty, që të ka zbritur ty, min el kitab, nga libri Allahu xhelle ala. Pjesa e para e ajetit flet për urdhrin e Allahut ndaj dërguarit të tij që ai na reciton neve librin e Allahu xhelle ala. Me fjalë tjera, fjala utlu, recito, nuk është sikur se fjala ikra. Apo? Nga se ikra është më përmbledhse. Ajeti i parë të cilin Allahu ja dërgoi pejgamberit të tij ishte çfarë? Ikra, lexo. Po ku të lexojë ky njeri i cili s'di as shkrim as lexim? Megjithatë urdhri i parë para çdo një urdhri, përpara urdhrit falu dhe agjëro dhe jep zeqat, ishte ikra. Po të lexon i dërguari Allahut në çfarë? Me shkrim leximin të cilin nuk e di apo ka për qëllim ndonjë lloj leximi tjetër. Pas një dyshim se ka për qëllim lexim tjetër që vlen për dërguarin e Allahut,
po lexo vlen për mua dhe për ty, që të lexojmë atë që di, që shkruhet dhe lexohet. Por ama përfshin edhe atë në të cilën ka lexuar i dërguari i Allahut. Ka lexuar në ndodhit e krijimit dhe ndryshimit të natës dhe ditës. Kjo është lexim. Andaj ti lexon në këto fenomene natyrore, sikur se ka lexuar i dërguari yt alayhi salatu wasalam. Por këtu Allahu e urdhnon dhe i thot utlu. E kjo është tilawa. Wa tilawatu, kanë thënë dietarët, është recitimi i Kur'anit ashtu siç don Allahu. Jo siç duam ne. Ne mund ta marrim kitabin e Allahut dhe ta lexojmë si gazetë, por Allahu nuk don kështu. Ne mund ta marrim librin e Allahut, ta vendosim në raft dhe ta madhrojmë si libri më i bukur i cili ka zbukuruar raftet tona, por Allahu nuk e do këtë gjë. Andaj urdhron të dërguarin e tij dhe po i thot utlu, bane tilavet librin e Allahut. Po si ta bëj tilavet? Jo vetëm përmes recitimit të fjalëve të bukura dhe madhështore që i ka libri i Allahut. Sikur i thot Allahu pejgamberit të tij alayhi salatu wasalam, o Muhammed, ki tilavet, ky recitim të cilin do t'ua bësh njerëzve, ata duhet përmes këtij tilavetit të kuptojnë që Kur'ani është epiqendra e formësimit të mendësisë së tyre. Duhet të kuptojnë se mendësia e besimtarit sillet rreth realiteteve kur'anore, jo rreth qejfeve mia dhe atij tjetrit, jo rreth ideologjive kaluese. Para 50 vjetëve kishin komunizmin. Kaloi, shkoi me dombeturinat komunistëve që kanë mbet këtu atje, sikurse është në vendin tonë. Pastaj ka ardhur liberalizmi, pastaj vjen një tjetër dhe një tjetër. Gjitha këto ideologji nuk e bëjnë njeriu ose e kundërshtojnë formësimin e njeriu në bazë të asaj që don Allahu xhallahu ala. E Allahu pe urdhnon të dërguarin e tij, o Muhammed alayhi salatu wasalam, ky ummet po që se formohet dhe bëhet diçka me të, me do e mos të formohet përmes leximit, recitimit dhe marrjes së Kur'anit epiqendër të udhëzimit të tyre. Burimi i udhëzimit ton vëllezër është Kur'ani. Andaj kur thot utlu bane tilavet Kur'anin, lexoje, do me thonë recitoje, dëgjoje, meditoje dhe mere atë si pik referimi në udhëzimin tonë. Ku e lyp ti udhëzimin tonë? Ku e lypi unë udhëzimin tim? Në fjalët e filozofëve, në fjalët e mendimtarëve, në fjalët e njerëzve të cilët janë ndoshta në nivel të inteligjencës si unë dhe si ti, kanë jetuar dhe përjetuar në këtë dynja dhe kanë shku dhe kanë vdek dhe s'kanë marrë tek Allahu asgjë me veti, apo e marrim pikën e referimit të udhëzimit ton librin e Allahu xhallahu ala. Për këtë shkak, kur Allahu xhallahu ala zbriti Kur'anin pejgamberit të tij, ja zbriti me një periudhë ku arabët ishin ndoshta në pikën e kulmit të devijimit të tyre në shumë aspekte. Por mos mendoni se arabët si popull ishin aq të prapambetur sa që s'kishin as kulturë, as adete, as zakone. Jo, gjitha i kishin. Nëse flet për bujarin, flet për bujarinë e arabëve. Nëse flet për trimëri, flet për trimërinë e arabëve. Nëse flet për pastërtinë e gjuhës, flet për pastërtinë e gjuhës arabe. Gjitha i kishin vëllezër. Megjithatë, Allahu e ka cilësuar kohën e tyre si pika më e errët e njerëzimit, gjahiliet absolut. E Allahu e dërgon të dërguarin e tij dhe me të zbret Kur'anin, i cili është i mrekullueshëm. Jo i mrekullueshëm se sa bukur e reciton recituesi, se si na rënqethet neve lëkura vetëm nga recitimi, po s'dim kur gjon prej tij. Po, kjo është mrekulli dhe bukuri. Është për tu çudit një njeri nga vendi jon, i cili s'di 2 llafe arabisht, kur e dëgjon librin e Allahut i rënqethet lëkura. Dhe kjo është mrekulli. Megjithatë, mrekullia më e madhe e Kur'anit nuk qëndron në këtë. Si ka thënë Imam el-Khattabi, Kur'ani ka një mrekulli të cilën shumë prej njerëzve e anashkalojnë ose nuk e dinë. Ajo është mrekullia e ndikimit të Kur'anit tek njeriu. Shife si ka ndikuar Kur'ani tek sahabët. Njerëz të cilët kanë bërë luftë për një deve, meri Eusin dhe Khazrejin, 2 kabilet e ensarve, kanë bërë luftë për një deve e cila ndoshta ka zgjat 40 vjet. 40 vjet në luftë. 2 muhalla, 2 fiset Medinës. Medinja katun ka kanë. Ndoshta më e vogël se Sarai sotëm. Jo ndoshta, po më e vogël se Sarai sotëm. Këto 2 muhalla të Medinës kanë luftuar për një deve 40 vjet. Kanë vrarë njëri tjetrin. Më pas Allahu ka zbrit Kur'anin dhe këta njerëz kanë ndryshuar krejtësisht
në mënyrën se si janë qasë dynjas, sa që Allahu kur i përshkruan ensarët çfarë thot? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dhe këto i japën përparësi tjetrit, edhe pse ndoshta vetë kanë nevojë për këtë gjë, edhe pse ato janë më të nevojshëm për këtë që japin. Japin shpinë, japin ushqimin, japin pijen, japin tokën e tyre, edhe pse ato janë ndoshta më të nevojshëm. Megjithatë, ka ardhur Kur'ani dhe ka ndryshuar rrënjësisht këtë popull. Pse atë ka ndryshuar mund të ndryshoj? Unë i cili falem, unë i cili agjeroj, unë i cili kam këtë stacion vjetor që e quaj Ramazan, vjen e shkon, edhe atë ka ndryshuar i cili s'ka besuar në Allahun as në dërguarin e tij alayhis salatu wasalam. Atë ka ndryshuar rrënjësisht. Pse nuk ndryshon libri i Allahut? Kush problemi? Ka zbrit libri Allahu Gjelle Gjelaluhu vlezër. Dhe në momentin që Ikrime e ka hap zemrën e tij dhe i ka thonë Kur'anit bujru në zemër, në atë moment nga Ikrime gjali e Ebu Gjehlit, është bo Ikrime vllau i Ebu Bekri dhe Omerit dhe Othmani dhe Aliut. Për një moment, vetëm se i ka thonë Kur'anit bujru në zemër. E Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka përshkuar këtë gjë. Se hyrja e Kur'anit në zemrat tona vjen limen kana lehu qalb, ai i cili ka zemrën e gjallë. Ndikimi i Kur'anit është në zemër të gjallë, do me thonë në tokë pjellore. Mere ujin, hudhe mbi një tokë e cila nuk është pjellore, hudhe mbi një gur, nuk bin kur gjapi ataj. Ama hudhe në tokë pjellore kime pa. E zemra për me qenë pjellore me do e mos që ti themi librit Allah të bujrum. Unë jam i gatshëm o Allah për të ndryshu. Unë jam i gatshëm për ndikimin e mahnitshëm që e ka Kur'ani tek njeriu. Për ndryshe, nuk ka ndikim. Ne mund të lexojmë një hatme dhe 2 dhe 3 dhe 5, po mund dalim, të hyjmë në Ramazan dhe dalim prej Ramazanit. Me gjithë këto hatme, me gjithë këtë dëgjim të Kur'anit dhe Kur'ani mos kishte ndiku kur gjan tek ne. Shkaku, zemra nuk është e gatshme për ta pranuar këtë mesazh të Allahu xhallahu ala. Allahu përshuan gjendjen e sahabeve dhe ju thot atyre: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum." Dhe kujtoni ditët dhe mirësinë e Allahut kur ju ishit armiq njëri tjetrit. Sahabët bukvalisht ishin armiq të njëri tjetrit. S'dilte askush nga qyteti i tij pa njerëz të cilët e shoqëronin me armatim. Përndryshe, kabilet u vrish njëna me tjetrën, se kabilja ishte idhulli më i madh, pos idhujve të cilat i adhuronin. Po, kabilja jem, vetëm to do të hyjnë në xhennet, ata tjerës hyjnë në xhennet. Kabilen tjetër e luftojmë në gjitha format e luftës cilat mund t'i bëjmë. E ka nguz dhe njët kabiles tem, po ja kallëzojnë qefin pa marë parasysh ki joni, a është në hak apo nuk është në hak. E Allahu thot kujtoni ato ditë, kur ju ishit armiq njëri tjetrit, kujtoni begatinë e Allahut, kur ju ishit armiq të njëri tjetrit, dhe Allahu i bashkoi zemrat tua. Allahu i bashkoi zemrat me këto 3 gjëra. Me Kur'an, me namaz, edhe me përmendjet Allahu xhallahu ala. Këto 3 komponente janë komponenta cilat ndikojnë individualisht te njeriu, ama reflektojnë në aspekt kolektiv. Për shkak se ky i cili kalitet në këtë edukat të Allahut, në Kur'an, në namaz dhe në dhikr, me do e mos të ndikoje kjo në kolektiv, me do e mos që kjo të ndikoje në xhamat. Nga se të ky njeri gjëja më e madhe është Allahu. E Allahu pe urdhon të dërguarin e tij dhe po i thot: "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab." O Muhammed, recitoju atyre atë që të është zbritur ty nga libri Allahu xhallahu ala. Libër për cilin Allahu nuk thot që është sikur çdo libër. Madje nuk thot është sikur librat e mëparshëm, të cilët Allahu i ka zbrit. Libër për cilin Allahu thot: Allah nazzala ahsan al-hadith. Allahu ka zbrit fjalën më të mirë. Fjala më e mirë, fjala Allahu xhalla xhelalu. Këto fjalë që ne i recitojmë dhe hoxha pak më herët i recitoi përpara namazit, janë fjalët e Allahut. Nuk janë fjalët e hoxhës, as ati tjetrit, as në një filozofi, as një shkencëtari, as një mendimtar. Janë fjalët e Zotit tënd xhalla wa ala, të cilat Allahu i ka përzgjedh nga Lauhil Mahfudhi dhe na ka zbrit neve në atë që e quan Allahu kitaben mutashabiha, libër pjesët e së cilit i ngjajnë njëna tjetrës. Po, merre Kur'anin.
Dhe lexo rreth Ibrahimit alayhis salam dhe do të gjesh në 10 vende ku Allahu përmendon Ibrahimin. O Allah, pas mund të gjitha të përmlidhet me një sure dhe ta emërtojmë këtë surën me emrin e Ibrahimit dhe u kry puna, edhe pse ka sure me këtë emër. Megjithatë, Allahu xhallahu ala ka përmend rastin e Ibrahimit me një herë, për s'dyti, për s'treti, për s'pesti e kështu me radhë. Njëjtë është me raste tjera, për Musain dhe pejgamber të tjerë. Kitaben mutashabiha, libër pjesët e së cilit i ngjan njëri tjetrit. Megjithatë, ai i cili e bën zemrën të gatshme për ta recituar këtë libër, thot ky rrëfim, edhe pse është Ibrahimi në kryesorin këtë skenar, ky rrëfim është pak më ndryshe se ai pari. Dhe në këtë ka detaje që nuk janë në atë parin. Dhe Allahu këtu kumton një mesazh që nuk e kumton në atë sure tjetër. Kështu njeriu e lexon Kur'anin, duke kërkuar mesazhet e Allahut për atë. Allahu zbriti një sure dhe 2 dhe zbriti 7 suret e gjata, sure cilat trajtojnë paqen e njeriut, luftën e njeriut, luftën e brendshme të njeriut, ekonominë e njeriut, trashëgiminë e tij, agjërimin e tij, namazin e tij, zeqatin e tij. Gjitha këto çështje Allahu i trajton, por ama njeriu nuk ka kohë të merret me këto. Merret me çështje tjera, ndoshta me 30 sekonda video e cila mund bon të udhëzum, 10 minuta, 5 minuta video e cila ndoshta në gjithë këtë video është udhëzimi, jo vëllezër. Udhëzimi do njerëz serioz me zemra akoma më serioze, të cilat janë të gatshme për të pranuar mesazhin e Allahu xhallahu ala. Andaj Allahu thot Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Ky libër thot i ngjajnë pjesët njëra tjetrës dhe përsëritet mathani. Vjen njëjti rast një herë, 2 herë, 3 herë, por ama ndikon tek ai i cili thot la ilaha illallah. Çfarë thot Allahu? Taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Zemrat ose lëkurat e atyre të cilët kanë frikë ndaj Allahut u rrëqethen. I rrëqethet lëkura, jo vetëm nga bukuria e zërit lexuesit. Kjo është dytësore. Ne zgjedhim imamin me zoma të bukur, edhe mirë është kjo të zgjidhet, nëse ka. Por ama duhet zgjedhim imamin që më së miri lexon, pa marr parasysh zanin atij. Zani është dhunti prej Allahut. Ama leximi i bukur mësohet, trajnohet njeriu. Andaj Allahu kur zbriti urdhin pejgamberit të tij, tha warattilil Qur'ana tartila, dhe lexoje Kur'anin me tertil, me melodi dhe rregulla të cilat Allahu i ka zbrit. Nuk e pyeti pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam çfarë zani ke, edhe pse kishte një ndër zërat më të bukur alayhi salatu wasallam. Megjithatë, Allahu thot taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, lëkurat e atyre të cilët kanë frikë Allahun rrëqethen. Thumma talinu juluduhum, e më pas kthehet lëkura në gjendjen e parë, përsëri bëhet e butë, pa rrëqethje. Wa qulubuhum, tash Allahu përmend edhe zemrën. Pse? Për shkak se baza e cila ndikon në rrëqethjen e lëkurës është zemra. Nëse zemra është e gatshme të merr mesazhin e Allahut, ajo do të ndikon në lëkurat tona, do të ndikon në syt tona. Andaj ne kemi vëllezër të cilët ankohen se syri i tij nuk loton. Ka kohë gjatë që nuk kam lotu kur kam dëgjuar ndonjë ajet. Dhe shpesh e dëgjojmë këtë ankesë. E lutim Allahun që Allahu të na zbutë zemrat. Nuk loton syri nga se nuk ndikohet zemra. Se syri nuk loton thjesht, po mund të lotoj për shkak të faktorëve të jashtëm që ndikojnë fizikisht tek ai. Si për shembull, qepa. Kur e presim qepën, a loton syni. Spyten ajo për gjendjen e zemrës. Zemra don të haje qepën, s'don të haje, syri loton. Por ama kur lexojsh fjalën e Allahut, e ti dëshiron efektin e qepës në sy, nuk shkon kjo. Nga se lidhshmëria e Kur'anit me njeriu nuk është përmes shqisave të jashtme, është përmes zemrës. Nëse Kur'ani prek në zemër, syri loton. Nëse Kur'ani prek në zemër, dora ndryshe punon. Nëse Kur'ani prek në zemër, gjuha ndryshe punon. E pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam e merr këtë urdhër të Allahut, utlu ma uhiya ilayka min al-kitab. Lexo Muhammed atë që shpall ose recito atë që të shpallur ty nga libri i Allahut. Wa aqimis salat, dhe falë namazin. Kjo është pjesa tjetër. Nëse njeriu tregon sinqeritetin e tij vëllezër, në marrjen e mesazhit të Allahut dije
se ky njeri me do e mos ta falë namazin. Po s'ka njeri i cili thotë unë jam i sinqert në raportin tim me Allahun, ama unë falem unë kur kam qef. Unë i bindem Allahut unë si kam qef, jo si don Zoti im xhallahu ala. Themi që ky njeri është gënjeshtar në pretendimin e tij. Andaj utlu ma uhje ilejke min el kitab. Recito atë që të shpallur ty, tregoju atyre udhëzimin, tregoju se Kur'ani është pik referimin udhëzimit ton, wa aqimis salah, tash fale namazin si bindje ndaj Allahut, ose pa Allahu tregon urdhrin më madhështor. Pas bindjes ndaj Allahut, me la ilaha illallah, urdhrin më madhështor dhe fale namazin. Në këtë formë njeriu tregon bindjen e tij ndaj Allahut. Madje ka thënë pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, në një fjalë të cilën e transmeton nga Zoti i tij xhelle xhelaluhu, fjalë e cila siç e dini quhet hadith qudsi. Tha i dërguari Allahut ka thënë Allahu xhelle wa ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Dhe nuk më është afruar robi i mua me diçka më dashur tek unë. Këtë e thot Zoti i xhelle wa ala. Nuk më është afruar robi me diçka më dashur tek unë se sa gjëra të cilat unë ja kam obliguar. Andaj ta ka treguar pikën e referimit në udhëzim, është libri i Allahut, më pas i tha të dërguarit të tij, wa aqimis salah, fale namazin. Dhe deri këtu unë, ti dhe i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam përfshihemi në këtë urdhër të Allahut. Recitoj librin e Allahut dhe fale namazin. Më pas shpjegimi inna salata tenha anil fahsha'i wal munkar, këtu nuk hini dërguari i Allahut. Pse? Nga se ai nuk ju afrohet këtyre veprave. Andaj në këtë shpjegim të Allahut hymun edhe ti, por jo i dërguari i Allahut. Inna salata tenha anil fahsha'i wal munkar, këtu vetëm unë edhe ti. Pejgamberi i Allahut alayhi salatu wasalam nuk i afrohet fahshas as munkar. E çfarë janë këto? Thot Allahu me të vërtet namazi të ndalon nga el fahsha, ajo është thurja, dalja e njeriut nga natyrshmëria e tij me punë të fliqura dhe të pista, të cilën në shqip i themi shthurje. Wal munkar janë gjunahe të tjera. E i dërguari i Allahut alayhi salatu wasallam është larg këtyre gjunaheve. Andaj nuk hyn këtë shpjegim të Allahut pse duhet falemi. Kështu që Allahu vëllezër po na tregon neve shpjegimin pse gjëja e parë të cilën e ka urdhëruar është namazi. Nga se namazi, thot, po të ndalon nga shthurja dhe mëkatet. Dhe kjo është disiplina e njeriu të udhëzuar. I udhëzuar tradhton. Kështu thot, i udhëzuar mashtron, i udhëzuar gënjen, i udhëzuar bën, themi ku mbeti udhëzimi nga veprat e tija. Ku është udhëzimi dhe këto punë e munkerit dhe fahshas që i bënajnë për dishmërinë e tij? I udhëzuar ëndron për zinan, e don zinan, joshet me gjunahin më të vogël që i del përpara. Për cilin udhëzim jemi tu folë? Apo jemi tu folë një i cili ka veshur petkun e udhëzimit, po s'është i udhëzuar. Udhëzimi i vërtet vëllezër është që njeriu i cili i thuhet që është i udhëzuar të duket ndikimi i Kur'anit tek ai në gjitha aspektet, në mënyrën si mendon, në mënyrën si flet, në mënyrën si sillet me njerëzit tjerë, në mënyrën e rregullimit të raportit tij me Allahun xhallahu ala. Për këtë çka kur erdhi një prej tabiinëve dhe e pyeti Aishën radhiyallahu ta'ala anha për moralin e dërguarit të tij, moral të cilin ai e kishte lexuar në Kur'an, nga se Allahu e pat lëvduar moralin e pejgamberit të tij alayhi salatu wassalam kur tha wa innaka la ala khuluqil azim. Ty o Muhammed me të vërtet je me një derexhe të lartë moralit. Megjithatë, ky tabiini vjen dhe i thot Aishës, "Oj nona jon, a mund të më tregosh për moralin e pejgamberit Allahut alayhi sallam? Ne e dim që ai është në derexhe të lartë, po ne duam shembull ilustrativ. Ç'është morali i pejgamberit Allahut alayhi sallam?" Aisha duhet të mendoj pak për përgjigjen e saj dhe nuk gjeti përgjigje përveç thënies kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ishte Kur'ani. Merë Kur'ani lexoje e gjen moralin e pejgamberit tënd Muhammedin alayhi salatu wassalam. E nuk ka mundësi vëllezër që në zemrën e atij që falet ti gjen gjitha këto gjinahe sikur nuk ndodhen kur gjon jetën e atij. Po në përditshmërinë e atij që falet do të gjen gjinahe. Këto njerëz që i shihni këtu gjithë kanë gjinahe.
Duke nis nga ky I cili flet. Gjithë kemi gjunahe. Por ama ajeti nuk flet se ne kemi gjunahe dhe falemi. Ajeti flet që karakteristik e namazfalësit nuk mund t'jese rrena dhe mashtrimi dhe punë të shturjes. S'mundet. Inna salate tenha anil fahsha. Me të vërtet namazi të largon nga shturja dhe nga punët të cilat kanë të bëjnë me mëkatet tjera. Nga mëkatet. Po, ky njeri do të bën gjuna, por do të kthehet dhe e din se kjo nuk mund t'jetë karakteristike imja. Po, ai që I falet safin e parë, që I renaveci, kjo s'shkon. Që I mashtrusi, kjo nuk shkon. Ai dyftyrshi, kjo nuk shkon. Nuk përputhet me gjendjen e tij. Dhe këtu Imam Taberiu dhe tjerët kanë përmend një problematik. Ajo si ka mundësi që ne shohim njerëz të cilët falen, megjithatë pjesë të karakterit të tyre I shohim do gjinahe. Gibeti s'ndahet prej tij. Natë ditë ai bën gibet. Dhe sa për informat, gibeti është prej gjinaheve të mëdha, që lidhet me dy lloj të hakut. Haku ndaj Allahut për shkeljen e kufinit të tij, se Allahu ka thënë, mos bani gibet, dhe haku I dytë është haku I atij të cilin ne e përgojojmë. Kështu që gibeti është prej gjinaheve të mëdha. Dhe s'mund të themi që ky namazfalës karakteristik moralit të tij e ka gibetin, e ka mashtrimin, e ka tradhtin. Ka thonë Imam Taberiu rahimahullah. Dhe dietar tjerë që ndikimi I namazit tek njeriu ose në karakterin e tij është varësisht prej thellimit të njeriu të namaz. Unë edhe hoxha u falem të dytë bashk namaz, njëri afër tjetrit. Po shpërblimet tona në namaz nuk janë të njëjta. Ndikimi jon ose ndikimi I namazit tek ne nuk do me thonë se është I njëjti. Ai cili është falë përpara teje mund të ketë shpërblime sa kodra namazin e tij. Dhe ndikimi I namazit të tij mund të jetë mahnitës. Po unë mund të hyj në namaz dhe dal dhe mos marr nga namazi im hiç kurrë. Hiç kurrë. Andaj përpara se ti themi atij I cili nuk di të falet, kthehu dhe falu sepse nuk je fal, sikurse I tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam atij sahabiut, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, ndonjëherë duhet I themi vetes tonë, kthehu dhe falu sepse nuk je fal, edhe pse je fal, po nuk dish kurrë çka ke bën namazin tënd. Do shtë e din se I ke bo 3-4 rekate, si I sigurt edhe në këtë, po nuk e din cilën sure ke lexuar. Ku I ke pat mend namazin tënd? Çfarë ke vjen nga mirësitë e këtij namazi? Si ndikon ky namaz tek unë në karakterin tim? Inna s-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, me të vërtetë thot Allahu, namazi të largon nga shturja dhe mëkatet, dhe këtu ka një kuptim të kundërt të kësaj pjese të ajetit. Ç'është kuptimi I kundërt? Kanë thënë dietarët, varësisht raportit të mirë apo të keq të njeriut me gjunahet, ai është I lidhur me namazin. Që do me thonë, sa më shumë gjunahe dhe shturje ka, aq më pak ndikim namazi ka tek ai. Kjo është e para. E dyta kanë thënë, sa më shumë shturje dhe gjunahe kanë jetën e tij, aq janë shansa që gradualisht ky njeri të largohet nga namazi, derisa ta shkput lidhjen e tij me namazin, sepse në zemrën e tij nuk mund të bashkon dy madhrime. Madhrimi I Allahut përmes namazit dhe madhrimi I këtyre gjunaheve që bëhen pjesë e identitetit të tij ose pjesë e karakterit të tij. Nuk mund të bëhen. Po, zemrën tonë mund të ketë madhrim ndaj Allahut dhe gjunah prej së cilit ne pendohemi, po. Mirë po gjunah që madhrohet në zemrën tonë dhe bëhet pjesë e identitetit tonë, nuk mund të bashkohet kjo me madhrimin e namazit dhe Allahu te bareke ve teala. Kështu që ne kemi pa vëllezër tonë që ka qenë saf me ne, me vite të tëra. Pastaj është ka hyrë me një gjuna. Dhe kemi këshilluar një herë, e dy herë, e sikur ai në fillim është ngushtuar për gjunajin që e ka bë. Me kohë ka filluar që mos ngushtohet përpara nesh, para shoshnisë tonë. Nuk e ka gajle. E ka bë gjunajin, madje ndoshta ndonjëherë është krenu para nesh. Mo vëllai është gjuna me cilën Allahu I dhrohet, ai me shaka, me tallje, me loj e ka kallëzuar se unë e bëj gjunahin. Dhe me kohë kemi pa që ky njeri nga shoku jon I afërt me këtë gjuna është bën njeri të cili nuk e njohim me shumë gjunahe tjera dhe ka shkut lidhjen me namazin. Allahu na ruaj. Inna s-salata tanha
anil fahsha'i wal munkar. Po namazi ndalon nga punët e fllihura edhe shturja, por ama nëse nuk ndalon dhe njeriu e bën, e shkputën lidhjen me namazin, nuk e shkputën lidhjen me ato gjinahe. Më pas Allahu thot: "Wala dhikrullahi akbar." Dhe dhikri Allahut është më i madhi. Dhikri Allahut ku? Në namazin tënd, nga momenti që hyn namaz dhe thua Allahu akbar, ti po ja përkujton vetes tënde që Allahu është më i madh. As ke pat punë tjera sot, po ke ardhur ligjërat në namaz, ke pat angazhime njerëzit gjejnë pi kur gjojnë punë. Megjithatë, ti ke thon vetes Allahu akbar. Në momentin që ke ardhur në këtë dynja dhe je edukuar me dresën e Ramazanit, që nga agimi mëngjesi deri në perëndim diellit i ke thon nefsit tënd, i ke thon vetes tënde. Kur ajo të ka lyp ushqim, ti ke thon ja, s'ka ushqim. Po ushqimi është i halal, është i lejuar. Nuk ka ushqim se Allahu ma ka ndalu pinë këtë kohë deri në këtë kohë. I ke thon nefsit tënd nuk ka pije, se Allahu ma ka ndalu. I ke thon nefsit tënd nuk është kjo dhe kjo. Ja ke bë me dije nefsit tënd që unë nuk të bindem gjithçka të cilën ti e lyp nga unë. Në atë moment ti e lidh me Allahun dhe ke thon Allahu akbar. Allahu është më i madh se nefsi im. Allahu është më i madh se epshet e mia. Allahu është më i madh se qejfet e mia. Allahu është më i madh se apetiti im. Shpesh ne shohim te pleqt ton se Allahu është më i madh se smundjet e tyne. Me gjithë smundjen dhe lodhjen dhe raskapitjen, agjeron plaku. Dhe vjen namaz me xhamat. Dhe madhron Allahun dhe thot Allahu akbar. Wala dhikrullahi akbar. Përmendja e Allahut është më e madhe. Në moment që hyn namaz dhe përkujton veten tënde se Zoti yt është më i madhi, ti e përkujton veten tënde se çdo gjuna i cili bjen ndesh me dëshirën dhe vullnetin e Allahut është shkatrim për ty. Andaj wala dhikrullahi akbar. Ky dhikr e bën njeriu të jetë prej atyre të cilët ndikon nga Kur'ani dhe ndikon nga namazi i tyre. Përndryshe, wallah ya'lamu ma tasna'un. Allahu e din se çka bani ju. Mos ke harru se Allahu din gjithçka, e Allahu po na përkujton edhe një herë. Wala dhikrullahi akbar. Hyn namaz dhe thu subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk. A dini çfarë madhrime janë këtu? Do me thonë, unë dhe njëherë kur ulem me sidomos me të rit, e po ju them atyre, jo rastësisht pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam na i ka mësuar këto lutje të cilat çfarë përmbajnë vetë. O Allah më jep, ja kur gjë nuk i lyp Allahut derisa thu ihdina as-sirata al-mustaqim. Kur gjë si lyp ish Allahut. E fillon subhanen, pastaj a'udhu billahi, pastaj bismillah, ti nuk je tu lyp prej Allahut kur gjë. Po subhanaka Allahumma bihamdik. A dini çfarë dua e madhrishme është? E përkujton veten tënde se ti falesh përpara këtij Allahu xhella xhelalu, i cili është i pastër nga çdo tmet subhanahu wa taala. Wala dhikrullahi akbar. Wallah ya'lamu ma tasna'un. E Allahu e di çka bani ju. E din Allahu ndjenjën tonë dhe mendimet tona kur ne themi Allahu akbar. A falemi për Allahun apo për krijesat e Allahut? A falemi për Allahun apo për ndonjë interes të kësaj dynjaje kalimtare? Wala dhikrullahi akbar. Por se përmendja dhe dhikri Allahut është më i madh. E din Allahu ndjenjën tonë kur bim sejdë. Sejdja është për të, është për diçka tjetër. Për këtë çka vëllezër? Libri Allahu xhalla wala ka ardhur me këtë fuqi madhështore në ndryshimin e njerëzve, por ndryshimi i tyre nuk është kolektiv përderisa nuk ka ndryshim individual. Nuk mund të ndryshoj gjendja e umetit nëse unë edhe ti nuk jemi të ndryshuar në aspekt pozitiv. Mos prit që në skajt dynjas të ndryshon gjendja e umetit pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, ndërsa kjo zemër që është në brendësinë tënde nuk ka ndryshuar dhe nuk ka kuptuar vlerën e fjalës Allahut wala dhikrullahi akbar. Fjala Allahut dhe përmendja e tij është më e madhe. Andaj kush i merr këto tre gjëra, librin e Allahut si pikë referimi në udhëzimin e tij, namazin si lidhja më e madhe mes njeriu dhe Allahut, dhe më pas e kujton veten me përmendjen e Allahut xhella xhelaluhu, ky njeri është i udhëzuar dhe ky njeri është larg gjërave të cilat e idhrojnë Allahun xhella xhelaluhu. Lut Allahun xhella wala që Allahut na bën në rob të denjtë Allahut. Na bën prej atyre të cilët e lexojnë librin e Allahut dhe ndikohen nga ajo që është përmend në librin e Allahut. Na bën prej atyre të cilët falin namaz dhe kur dalin nga namazi, dalin më të mirë se sa në momentin që thanë
Allahu Akbar gjatë tekbirit fillesar. Lusë Allahu xhallahu ala të na fal neve, prindrit tanë, vëllezërit dhe motrat tanë, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu i shpërblet.